Me propozim të Drejtorisë Rajonale të Trashëgimisë Kulturore Vlorë, Drejtorisë së Shërbimit Arkeologjik dhe Institutit Arkeologjik së Tiranës, Këshilli Kombëtar i Trashëgimisë Kulturore Materiale, me anë të vendimit numër 129 datë 21/2/2025, shpalli statusin e mbrojtjes paraprake për shpellën e shkruar të Lepenicës si një hap paraprak drejt shpalljes monument kulture i kategorisë së parë. Piktura shkëmbore e shpellës së shkruar të Lepenicës është një dëshmi e rrallë e artit shkëmbor prehistorik, e vetmja identifikuar deri më tani në Shqipërinë jugperëndimore. Propozimi u bë mbi bazën e punës së realizuar nga arkeologu profesor Dr. Muzafer Korkuti për dokumentimin dhe studimin e pikturës në vitin 1984, si dhe mbi bazën e punës për dokumentimin e saj të realizuar nga projekti shqiptaro-spanjoll Lepenica, bashkëpunimi i Drejtorisë Kulturore Vlorë, Institutit të Arkeologjisë dhe Escola Superior në Spanjë. Sipas akademikut Muzafer Korkuti, piktura shkëmbore e shpellës së shkruar në Lepenicë është vepër origjinale me një bazë konceptimi të saj dhe përfaqëson një stad të caktuar të artit prehistorik, ku përfytyrimi abstrakt i kohës është paraqitur në mënyrë monumentale. Piktura është krijimi i rrallë i artit neolitik, që me ideogramat e tij dhe me mjetet dhe mënyrën e vet ka paraqitur një mesazh të banorëve të kohës.